Ish-kryetari i Partisë Demokratike në Lezhë Xhinxhoni ka rezultuar kandidati më i votuar në primare të kësaj force politike në rang qarku, duke kryesuar bindshëm ndaj rivalëve të tjerë në garë. Procesi i numërimit të votave përfundoi rreth orës 4 të mëngjesit të së dielës dhe referuar tabelës së rezultateve, Xhinxhoni ka marrë 674 vota, i ndjekur nga ish-kreu i Partisë Demokratike në Mirdit Aleksandr Lala me 438 vota dhe deputetja Elda Hoti me 394 vota. Vendin e katërt e mori deputetja Lindita Metaliaj me 348 vota, e ndjekur nga Kastriot Piroli me 322 vota dhe Mark Gjoka 269 vota, dërsa kandidatët më pak të votuar rezultuan Det Doda me 13 vota dhe Mariana Brunga me 53 vota. Pas procesit të primareve, emrat më të votuar do të shqyrtohen nga Kryesia e Partisë Demokratike të Shqipërisë, e cila do të nxjerrë dhe listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit, ku qarku i Lezhës numëron 7 mandate.